Atëherë, gjyshi i Albanit është biznesmen i madh i Turqisë që Leta i volli gjithë pasurinë. Edhe në Amerikën Latine ishin pasur Albane, i mori dhe atje pasurinë, Leta, janë elfët që flasin. Edhe Dajës pasurinë ja mori Leta, se është gruaja që ka bërë fëmijë, pas ka bërë fëmijë. Me të vërtetë tha se ishte gënjeshtër. Një djalë më duket. Një film të egër, por Albania është akoma më i egër sepse Selfo kishte burr një turk, gangster i Turqisë, që ishte me emër. Dhe bani e plotson 2 fish egërsinë. Po edhe ai biznesmen më duket. Por i egër. Selfo tani ka shkuar në Turqi. Kur vdiq Selfo, Leta e ka marrë dhe i ka thënë tani që vdiqje do të çojë te varri i vajzës. Dhe ka çuar në Turqi në një vend ku rrin nga belt. Nga inati, me që i flisnin nga bele, ka çuar vajzën e Selfos. Të jetoj në një familje të Gabel, dhe Selfo ka shkuar atje te vajza. Sadiku është në Amerikën Latine. Leta e kish marrë nga Amerika Latina që kish lënë fëmijët e vet. Nuk janë fëmijët e Sadikut, Albani dhe Nandi. Pasi vdiq Sadiku, i tha tani shko në familjen tënde. E çoi Sadikun te fëmijët e vet në Amerikën Latine. Kjo është Leta.